Unë vlerësoj kandidatin e Partisë Demokratike për Tiranë dhe të opozicës në bindjen më të thellë një kandidat të shkëlqyer për ata që kërkojnë vlerat, vlerësoj si një kandidat të fitores. Halim Kosova është një mjek i shquar me reputacion të gjithanshëm, të pakontestueshëm. Të gjithanshëm. Halim Kosova, nga mjek që unë njoh, them tu mund të jem edhe i gabuar, por them, është menaxheri më i mirë. Është doktor shkencash në doktrinën e tij, por nga ana tjetër, ai ka dëshmuar në këto vite aftësitë menaxheriale më të shkëlqyera. Në maternitetin Geraldina, Mbretëresha Geraldina. Është një humanist i madh, por një njeri që ka dhunti shërbimin, se po ta marrësh dhe ta analizosh atë, cili është thelbi i tij, shërbimi është. Njeri që ka shërbyer gjithë jetën është ai. Njeri që ka dhunti dhe ka kulturën e shërbimit, ai ka brenda vizionin. Ai ka brenda vizionin më të qartë se si të sjell qytetarëve të tij shërbimet më të mira. Së dyti, nga të gjithë kandidatët e rrjeshtuar në krahun opozitar, nuk di ndonjë tjetër që të jetë më konsensual në rrafshin social se sa Halim Kosova. Është në natyrën e tij dhe fushata e tij bazohet pra mbi vlerat që ofron, bazohet mbi themun, se do të bëj programin, por ai është Halimi, se s'mund të jetë tjetër, bazohet mbi paketën e shërbimit, ose si thonë mbi shërbimin ndaj qytetarëve. Kjo është e gjitha, është apo jo politik, është politik. Tash që të gjesh një njeri në moshë Halim Kosovës në Shqipëri që s'është politik, kjo është jashtë çdo lloj punësie. Por ai ka qenë ministër, është deputet, dhe absolutisht për fushën e tij është thellësisht politik në njohjet e në këto. Ndaj dhe unë personalisht e gjykoj atë kandidat të fitores. Pavarësisht nga për dy arsye. S'pari për vetit e tij. Vlerat e tij si personalitet. Së dyti, mëkatet e mëdha të qeverisë. Edhe ato janë. Lista e pafundme e dështimeve nga mashtrimet tek egzodi. Inkarnimi të gjitha këtyre, pa përjashtim, është rivali i tij. Nga Griselda tek me radhë. Rivali i tij është, në qoftë se bëhet fjalë për mashtrimet e për këto, i gatuar me të gjitha.
Tash, filloj me, edhe para Gryzelës, po të doni, po u bua famos me Gryzelën, se i qoj e-maila në gjithë Europën, e tjerë më radhë. Inaugurimet për zdytit të këtyre, thuja në Tiranë, në vendet tjera të qendrave të punësimit. Pra, ka të bëjmë me një rival, i cili absolutisht nuk, një dështim, njëri me një, ka qenë një lloj koreografisti në mjaft, të cilat thonë të gjithë ja bënte Edi Rama skenarin, nuk e di. A kanë pas përbashkët. Unë e kam pëlqyer se me ta kam punu kundër Fatës Nanos, të jemi sinqert. Po, se më hojat, e kam thënë dhe përpara. Nuk e them tani nuk e them për diversion tani, absolutisht. E kam thënë përpara. E kam thënë gjithnjë përpara, dhe se unë si më hoj gjërat, unë jam por jo në i këshu rezultat, themi. Si ministër, pa shpirtësi. Pa shpirtësi. A e dini ju, që nuk kemi dhënë këtyre për energjinë, absolutisht s'kan dhënë 100 darkë gjërë sot. 100 darkë. As një familje, as një personi. S'kan shpërnda. S'kan shpërnda 100 darkë. Ky ishte hyri veti si ministri i mirëqenjes personale. Të gjitha. Edhe kjo, qytetarët e kanë më të lehtë të zgjedhin. Midis vlerave dhe midis këtij. Tani, unë e qytet zgjedhje shumë të mirë. Kjo është mendimi im. Dhe e vërtet ato them këtu, në pollë dilte me lart. I pari, me distancë. Shiko, jam dakord, nuk i besoj absolutisht. U si bëja. Problemi është se unë nuk i bëja, ky i bën. Unë s'kam bërë ndonjëherë poll. Asnjë. Po ama, po i bërë, duhet të përmbahesh. Këtu është problemi, se po su përmbajte pastaj, nuk e shumë korrekt. Pse do të përmbahesh? Si një formë demokracie. Do të përmbahesh si një formë demokracie. Njëherë në vitin 2000 e bëm primaret, nëse u kujtohet. Bëm primaret, po e pash që ti pajtoje shqiptarët mrapa, ishte gjë e më të mërshme. Nuk pajtoheshin. S'pajtoheshin. Meteshin zemruar. Detyrova mu të heq. Su shkoha drejtën primare, si në vendet më të avancuar. Tani, 2 zonjat, në Shkodër dhe në Durrës, janë fitimtarët. Po. Në Shkodër ka një gjë. Keni qenë vetë. Dhe u mendoj se Shkodra flet vetë. Në qoftë se ka një qytet të ndryshuar për mirë në Shqipëri është Shkodra. Shkoni. Kryetari aktual i bashkisë ka bërë punën më të shkëlqyer në përpjekjen për ta rikthyer Shkodrën identitet. Dhe vërtet e ka ndryshuar për mirë më shumë se çdo qytet tjetër. Voltana ka qenë bashkautore në këto ndryshime. Në të gjithë procesin. Dhe tani e merr dhe e çon përpara këtë proces. Descendente një familje shumë të mirë. Përfaqësuese e të gjitha komuniteteve në Shkodër. Vetë si Voltan, djalin si Gjon, e me radhë. Shumë mirë. Do më thënë është me të vërtet shumë, edhe është, më thënë, e shkollur, me koncepte për Shkodër, me dashuri dhe koncepte për Shkodër. Grida ka përballë Vangjush betonin. Ora e dini ju që kisha unë këtu, kisha këtu para një jave, ja u them me sinqeritet, një nga sipërmarrësit e mëdhenj të betonit në Shqipëri. Po, në Tiranë. Dhe është i njohur. Dhe çfarë më tha? Ne mbylli, ta beton shesin.
absolutisht në mënyrë më miqësore mbylli çdo mundësi tregu përveç vetes vetë në Durrës, Vangjushi. Dhe ky është i majt. Vetëm vetë. Pra, jam i sigurt që Grida kompanitë vete nuk do ketë. Do vendos qytetarin në epicentër dhe s'do kujdeset si Gjushi, që vetëm merit ka që i çon strajcën e Diramës. Po s'ka u bon si. Ju e dini që ishte armiq. E dini apo jo? Absolutisht për jetë e vdekje. Vetëm se ky kishte të fortë Gjushi. Ja rrafën dhe mbështetësit të Ramës, dihet ai di gjithë Durrësi këto. Edhe Rama u bë paqmet e pastaj. Gjushi në fakt nuk e ka merituar as mandatin e dytë, as të parë. Ka rrezik, por nëse fundit ne kemi respektuar atë se është votuar dhe ai nuk ka justifikuar besimin e qytetarëve. Elbasan, një nga njerëzit më qytetar të Elbasanit dhe të Shqipërisë. Ardian Turku. Njëri që sa që kryetar bashkie bëri shumë për qytetin. Bëri shumë për qarkun. Dhe tani kërkon votën me projekte konkrete. Jo si Qazimi që kujdes për vete. Që të merri vetëm me Elbasan Arenën. Ai duhet quhet Elbasan Aroma. Aroma jo e mirë. Se çfarë korrupsioni është bërë në atë stadium, vetëm shkallët e tij e din. Se si janë tenderuar, si janë shite, janë ble. Edhe tani ç'po bëjnë tani? Një batërdi të tmerrshme. Shikoni, duhet ta ndiqni se është shumë serioze kjo. Është jashtëzakonisht serioze. Çështja e implantit për punimin të plerave. Elbasani është qyteti më delikat. Për shkak të problemit të ernave, është lugin. Dhe do një studim shumë të detajuar të shpërndarjes së tymrave. Nofta në Shqipëri mund të ishte qyteti vetëm që s'duhet ndërtuar implant incinerimi. Për shkak të lugin. Dhe tymi të mbetet sipër, po tymi i incinerimit nuk është një tym do si do. Çfarë po ndjekim tani? Tani kemi dhëna se implanti i incinerimit po çmontohet në Zvicër. Po e ndjekim. Dhe është i teknologjisë së viteve 70. Dhe është i teknologjisë së skrapit tani. Skrap në Zvicër, në Itali dhe në vende të zhvilluara. Po e ndjekim. Sepse është një kompani fantosh. Ju nuk mund ta imagjinoni se çfarë procedurë. A e dini që 13 dokumente janë firmos brenda dite për atë dokument, për atë implant. Kanë marrë atë damën që i thonë të Otko Balta se kujtë në kombinat, edhe aty e gabur. Aty do dilë një zonë tjetër ne. Jo të lam tymin në shesh. Se cili nga këta është një gjithmonë sheshela fam, është një zonjë. Ja harrova emrin se si ka emrin që ka regjistruar biznesin 2 muaj përpara. Në emër të tij apo të si puna saj tjetrës. Në emër të këtij apo taj, dhe tani s'dihet se kush është kompania. Në Elbasan po ndodh një gjë e pabesueshme. Nuk duhet bërë kjo Elbasanit, kurse si. Nuk është sikur edhe diku tjetër transportoheshin plerat e Elbasanit, ja vlente për të mos djeg plera në lugim. Mjaft probleme kemi me çimenton edhe me metalurgjin, tani shto dhe djegën e plerave, një implant i viteve 70 që ka dalë jashtë përdorimin në çdo vend bashkimit evropian.